Gjatë ditës së dieshme në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, Gjesti ka pranuar një surprizë të veçantë nga vetë Rovena Stefa. Këngëtarja ka dërguar një dron teksa shkruan: "Gjesti, dëgjo Rovin, fito", kurse Gjesti është shprehur se "Të kam pas shumë shoqe të mirë Rovena. Kur dalim, do shihemi jashtë", deklaroi ai ku duke mjaft i entuziazmuar. Ky dron nuk u mirëprit edhe nga disa banorë të tjerë, siç ishte Rozana Radi. Na duhet të rikujtojmë se gjatë një debatit të Gjestit me Rozanës, asaj i është zbuluar zënka që ka pasur me Rovena Stefën vite më parë. Dhe në rrjet po qarkullon intervista e Rozanës teksa flet për këtë sherr, ku na duhet të themi se është bërë mjaft virale.